Uji i lumit shkumbin sa herë që ka prurje të mëdha për shkak të rreshjeve rrezikon seriozisht gërryerje në disa pika ku rrezikohet gjithë zona e Vilbashtovës, sidomos në afërsitë të fshatit në një kthes që çdo herë që ka rreshje, lumi gërryen tokën. Po kështu edhe në afërsitë të plazhit të Vilbashtovës, një tjetër pikë ku shtrati i lumit ha nga pak, ai sa ka arritur 5 metra nga rruga automobilistike. Është nevoja që në afërsitë të fshatit Vilbashtov të ndërhyet dhe të bëhen rreth 500 metra argjinatur. Sipas banorëve, nëse nuk ndërhyet sa më shpejt nga ana e strukturave përkatëse, lumi rrezikon seriozisht të ndryshojë drejtim dhe të vërshojë në fshatrat Vilbashtov e Spille, duke sjellë dëme të konsiderueshme dhe të pakthyeshme. Këtu ndodhem në njësinë administrative GOS në fshatin Vilbashtov. Këtu kjo argjinatura këtu është e nevojshme me ndërhyrje urgjente para se të ndodhë një katastrofë. Në qoftë se ndodh diçka këtu, shpërthen kjo argjinatura, lumi shkumbin del në Spillej. Del jashtë loje plazhi i Vilbashtovës, një pjesë e mirë e plazhit Bashkisë Rrogëzhin dhe kalaja e Vilbashtovës ikën dhe nuk dihet se ku të shkojë. Pra kjo, nëse ndodh një katastrofë këtu me këtë zonë, parashikohet i dëm kolosal si në toka bujqësore dhe në plazhin e Vilbashtovës. Ka disa ndërtesa gjigante fshat turistik që janë duke u investu poshtë, janë miliona euro, një refugjat, një emigrant, po bën një investim goxha, pra që këtu bëhet një dom i madh. Para se të ndodhi kjo katastrofë, duhet me ndërhyr 500 metra argjinatur këtu në fshatin Vilbashtov. 10 hektar tokë janë përmbytur në zonë për shkak të mos funksionimit të kanaleve kulluese, ku Bashkia Rrogëzhin, pjesë së cilës janë këto zona, duhet të ndërhyjë për të përmirësuar situatën.